Dashur vëllezër dhe motra, dashur dëgjues të Radio Maris, që po e fillojmë këtë tredhiç, këtë ecje shpirtërore për festën e shëndimit tonë në Zotrivare, e dëshirojmë pak më thellë me përjetue çka do me thonë me jetu sipas shpirtit, sepse kur flasim për engjëj, siç është edhe kryengjëlli Mikael, ose Mikhil, siç i thojmë në shqip, atëherë kemi të bëjmë pra me jetën shpirtërore. E festa e Shëndimit do me thonë kush është si hyji. Nëpërmjet këtij engjëlli, Zoti na tregon fuqinë e vet. Kush është si hyji? Askush. As ne njerëzit. Pra, ajo përvoja jonë shpirtërore, lufta shpirtërore, është jo legjend, por është një realitet i përditshëm. E keni vret nga njëherë, si që dëgjuam edhe në Ungjil Herodi, sa i vinë këto mendime, sa ato tjera të mendime, sa ka frikë, sa ka kurreshtje. Gjitha këto tregojnë për një botë brendshme, një botë shpirtërore, sidomos nëpërmjet mendimeve. Kohëve të fundit janë të evrejt shumë, edhe të dëgjuesit e Radio Maris që na shkruajnë nganjëherë ose na dëgjojnë, zotni kanë problem me mendime, po vinë do mendime pa dëshirën teme. Edhe hyni lloj frike, jo të zotni në s'dua ashtu me po vinë do mendime. E sidomos kjo është ajo fusha e jetës shpirtërore që ne si besimtar duhet me qenë eksperta të kësaj fushe, sepse aty ndodh ajo feteja nga njerë e madhe që na me syt e trupit ndoshta nuk e shohim, por që në fakt është ku luj. Edhe këto luftra, përçarje që i shohim për jashta, janë vetëm një manifestim, një dukje e asaj që është mrena, e mendimeve e zemrës së njerëzve. Sot dumi cek dy gjana që janë shumë të rëndësishme për festën e Shëndimit, e që është çështja e tundimeve të shpirtit keq, me disa mendime që janë si lloj bunkeri, e që ndoshta as nuk jemi të vetëdijshëm që jemi të i besue rrenave të tij. Zakonisht e dëgjuam në Ungjil shkrimin e shenjtë që thot Jezu Krishti, unë jam udha e vërteta dhe jeta. E vërteta. Shpirtrat e këqij që janë kundërshtar të Zotit, ata i ngashnjejnë njerëzit me rrena. Edhe nëse ne ju besojmë atyre, mashtrohemi. E kjo shpesh herë ndodh nëpërmjet mendimeve. Edhe sigurisht me të pyet ty, a i beson Zotit, që në thonë po, i besoj. Por në tjetrën anë e shohim se sa dinako shpirti i keq që shti me mendu diçka që ti bindesh, që pastaj pe asaj bindjeje fillon me ndiku edhe në emocionet e tua, pastaj edhe në veprat e tua. Se na e shohim që kemi edhe besimtar që thonë unë jam besimtar, por ku i sheh veprat, e sheh që ti shkan ose është ngashnjë, ose është mashtru, ose diçka nuk është në rregull. Sepse ai thotë jam besimtar, e veprat janë jo të shenjta. E shembulli konkret është frika. Si muj me di që kam rarë grackën e këtyre mendimeve, shabloneve, bindjeve të gabueshme që janë mashtrimi djallit. Për shembull, nëse e ke kriju bindjen që Zoti dëshiron me më dëmtu, kjo është e shpirtit keq. Tjetër është me ardhur një mendim që ti e di që kjo është e shpirtit keq. Por nganjëherë ne i besojmë kësaj.
I besojmë ca e rrene. Besa e shënjillit është me dalë ndrit gjanat e Zotit, kush është i Zotit. Prandaj, duhet me qitë ndrit të gjana. Nëse jemi të robnum për këtyre mendimeve, bindjeve, që nga njerë dhe Zotni nuk e di bre ka përmi. E duhet me pa, vërtet mos kam rënë grackën e këtyre fjalëve të armikut Zotit. Pra, frika që Zotit ka më botan dishka. Kjo nuk është e vërtet. Të duhet me lirin e Zotin, lutje, me pa, a mos janë vërtet të besu këta. Zoti i vërtet dashur vllazën e motra kur nuk ka të keqën, kur nuk do me dëmtu, ose me mallku prej të Zotit. Jo dashur vllazën e motra, ato e bën vetë shpirti i keq, djalë. Pra, shife, nëse ka diçka brenda teje që s'po mundesh mu liru, ndoshta akoma nuk i ki besu të vërtetës. Se aty ku është e vërteta, aty është liria. Ka thënë Krishti, e vërteta do t'ju bëj njerëz lirë. Në momentin që ti e shet që po të shtjeti shka me zër me bo, nuk je i lirë, shihji bindjet e tua, a mos kera pre e mashtrimeve të djallë, që të thotë, shife Zoti do me dënu ose do me dëmtu diçka. Edhe ti pastaj çdo gjë që e bën një largu kësaj edhe vazhdimisht i ton një lloj frike, edhe fillon madje mi kqyr edhe tjerë si kërcënim. Shqipe që është strategjia e shpirtit keq, që me izolu, njëherë të tërgon një frymëzim, një mendim kështu, edhe ti nëse i beson, atëherë vjen grackën e ti edhe fillon me manipulu me ty. Edhe fillon me të bind që dhe ajë tjetëri ashtu të ato është keqen, jo veç Zoti, po dhe ajë tjetëri ikë prej njerëzve, nuk i takon, fillon me ndimet e këqia. Shëty se si hime një lloj labirinti, edhe krejt është në bazë frikës. Ne si besimtar, që të vetit besimtar, dhëtë me pa. Fjala e Zotit të thotë kështu, unë me nej kështu. Kush është e vërteta? Sigurisht që duhet me besu më shumë fjalës Zotit se sa disa mendimeve që t'vin kry. Shumë njerëz e kanë vështirë me bën këtë dallim. Zotni pun vjen do menime. Po jo çdo mendim është prej shpirtit mirë. Jo çdo mendim është prej shpirtit të Zotit. Edhe jo çdo mendim që është i yti nuk do të thotë që është me një herë i mirë. Prandaj kemi nevojë me pasë shka thotë fjala e Zotit. Fjala e Zotit pastaj të ndihmon me jetu të vërtetën. E cila është fjala e Zotit? Fjala e Zotit është Ungjilli, fjala e Krishtit, fjala ose të vërtetat e fesë që i predikojmë na. Krishti u mishnu e ka dhënë jetën për ty. Edhe unë gjallë. A e keni vërejtë se si këto shpirti i keq ta trumbullon? Edhe në momentin që të kap me frikë që Zoti po të bën dëm, shkon krejt vëmendja ka e keqja. Edhe fillon një lloj skene me krijue, ka më ndodh kjo, ky mos më bën një gjallë keqe, ose mos ma ka bë ky ose ai. Kjo është tipike djallëzore. E Krishti dëshiron mu na liru prej kësaj. Mos me hyn këtë grac shpirtit keq. Prandaj shënjilli është ndihmë e madhe. Edhe lutjet e fuqishme në mënyrë që një besu Zotit fjalës tij, jo fjalëve që fusin frikë, sidomos me kriju një ide të keqe për Zotin. Pastaj edhe një diçka tjetër që duhet me pas parasysh, të paktën gjatë këtyre 3 ditëve. Me jetu i pësi se une duhet me shqit Zotin me zërë mundash. Kjo vrehet të shumë besimtar da është në plazën e modra quhet shpirti i legalizmit. Shpirti që e kushton dashnin e Zotit me veprat tona të i dhënë zërë.
Shpirti i Zotit thot, unë kam shpëtu, ti s'unë e arrin me fuqit tua shërbimin. Shërbimi tje këtë falas, Krishti ta dhuron, e ka marrë natyrën tonë njerëzore që se cili që beson në emrin e tij me shpëtue. Hiqe këtë iluzion që Zoti nashta më refuzon nëse unë nuk jam i përsosur. Se shpesher nëse i besojmë rremës që Zoti nuk na ka shpëtu, nëse ti nuk e ke zbulu dhe nuk e ke pranu të vërtetën që Zoti ka shëlbu, ka shpëtu, ti kemi dhonë Zot e kemi jetu me një farë frike që të paralizon edhe i shet jetë si armiq. Ta merë gëzimin e jetës, kjo është djallëzore. Ne e shohim këtë për çdo ditë, prandaj duhet me pyet veten, me ungjillin, me fjalën e Zotit. A e besoj të vërtetën e ungjillit? A e besoj që Krishti e jep jetën për mua? Paramendojeni sa ma ndryshe jeton njeri kur e di që s'ka borxhe, se i ka la para të madhit Zot, me rrëfim, me lutje, me sakramente, me kungim. Kjo është qelsi, kjo është zgjidhja për me jetu një jetë shnetshme, shpirtërore, por edhe mendore. Shpesher njerëzit i kallëzojnë vetëm efektet, vetëm pasoja, po Zot nis po mujta, po ndodh kjo, një lloj lodhje e jetës, një lloj depresioni madje. Edhe pastaj fillojmë mi fajsu tjerë, ose mos ma ka bo ky, mos ma ka bo aj. Në fakt, nuk është e përjashtume që edhe shpirti i keq e përdor lodhjen tane për me të shtyna pet me besue do bindjet atina. Që me thanë shqipë se qka të të ndodhë ty, që ti e fajtore, ti kështu e ti ashtu. Shpirti i keq quhet edhe akuzusi, pa ditësi. Prandaj ke padia ruju shumë ki kujdes. Se aty mund me hynë edhe shpirti i keq, jo vetëm ndaj tjerëve me menu keq, por dhe ndaj vetës tonë. E këtu në mbron shmiri, ruju prej padisë, ruju që me kriju një bindje vetëm në baza emocionale. Sidomos nëse ke pasit kalu me plot, ato janë si dyrë të hapuna për shpirtin e keq. Nëse si adorzon Zotit, nëse si qep në dritë, me ndihmën e Zotit që me t'i shëru, atëherë vazhdimisht kam i përdor, kam e tentu mi përdor e me të bind që Zoti kam e është të dëmtue, ose o të refuzu, së është të pranu, e prej kësaj do të ferë. Ne e shohim që shumë të këqia vinë për shkak të bindjes gabueshme, që krijohet në kokë, e kjo nuk shërohet aq lehtë. Sidomos nëse ti vazhdon as mos me lutë, as mos me marrë sakramente, as mos me pas disiplinë shpirtërore, aty është ku mi qenë dyrë gjanë e gatë edhe me hyjë gjithçka. Do është në vllazën e motra, zgjidhja, liria ekziston. Zoti është ta ofrue nëpërmjet Krishtit. Qoftë edhe atëherë kur lufton, ti kime mujt me qenë i lumtur. Edhe Zoti pi Krisht ka ardhur, jo që me ta vendos ty edhe një barë tjetër, ose një punë tjetër, por me të liru, që ti me shiju jetën se jeta është e shenjtë, vjen prej Zotit. Tjetër është që mkati e ka deformue, e ne njerëzit që me mkatet tona, me dobësit tona, i shtremnojnë gjana. Por beso në shejtnin e jetës. Beso që jeta ka kuptim me Zotin, me të vërtetën. E nëse e ndjen që me gjitha të prap jetë, të i përjetue goditje e shpirtit dytë, atëre shife si qëndrën e vërdeta,
a jam të I besu Krishtit, e jo me shkue andej kënej, mos ky, mos aj, ku më liron, e në fakt që zgjidhja është me I qitë në dritë këto, me thonë, ti o Krishtje e vërteta. Ti më ke liruar, ti ma jep jetën e vërtetë, edhe në përmjet faljes. Pra, fjala e Zotit që është e shkruar me shpirtin shenjtë, na ndihmon me ardhmë veti, na ndihmon me kriju qartësi në mendje, me ditë se çka është prej Zotit e çka nuk është prej Zotit. Me ditë mi pranu mendimet e mira, mendime shprese, mendime besimi, mendime dashnie, që janë gjithmonë prej shpirtit mirë, prej shpirtit shpillit, kush është si Zoti, se ky krye engjëll, na kujton mos harro se s'ka si Zoti. As një strategji e të keqit s'mund me të bën dëm nëse ti I beson vërtetës. Pra, zgjidhja dhe rruga është e vërteta. Me pranu se ke nevojë për ndihmën e Zotit, se të ka shëlbu Krishti, atëherë ti ke nevojë një vepër të mirë, jo prej frike, por prej dashnie, të atij që ma ka pru jetën e vërtetë. Dikush që një ka la borxhet, edhe që një lanë vazhdimisht, atëherë motivimi yt për me bë mirë, motivimi, ai motori yt për me shku në kish, për me bë vepra të mira, atëherë është I shenjtë. Atëherë nuk është prej frike që Zoti ka më dëshku dikun diçka ka më bë dëm. Kjo është djallëzore, dashur vllazën e motra. Kjo s'ka të bëjë me ungjillin. Runu prej kësaj. E vendosni qysh sot, mi pa këto gjëra në zemrën e ju. Edhe me fillu, me besue ma thellë në të vërtetën. Prap I ke që ka me tarë me mendime, me të shtinat mënyrën e përpashme të paganizmit, që mos me besu në Zotin e vërtetë. Por këtu kime përjetuat luftën edhe të mirës e të keqës, por këtu kime rrit në fejë. Prandaj edhe Zoti I lejon do luftra, do betejat brendshme shpirtërore, që me të forcu, jo me të shtyr, jo me të bë jetën ferë, por me të nxjerr më të mirën prej karakterit tonë. Se çdo njeri ka ato të mira. Prandaj ta lutim Zotin edhe shpëtimin që vërtet me përjetue dorën e Zotit në këtë betejë. Dhe mos më dorëzu, sidomos kur vinë mendimet e errta, me I luftu me fjalën e Zotit, me I luftu me të vërtetën. Ti o Krisht je Zoti im, ti je shpëtimtari im, e me këtë bindje, me këtë lutje që vjen prej shpirtit, ti lirohesh. Atëherë, forcat e errta nuk kanë nevojë për çka më ka, por ti bëhesh vetëm çka mund më bë edhe më I shenjtë. Amen. Qoftë me duaj.